Ti udhtove dhe këtu do të prekim një çështje që duhet thënë me zot lart. Unë për herë të parë kam marrë vesh nga ty të them drejtën. Ti udhtove drejt Greqisë, drejt shtetit grek, në një moment ku në Shqipëri hym në atë që quhet liberalizimi i vizave. Po. Ndërsa gjyshi nuk mund të udhtonte dot. Jo. Pse? Sepse të gjithë shqiptarët e lindur në Çamëri tashmë janë non grata nga shteti grek. Të gjithë Të shqiptarët. gjithë, të shqiptarët që kanë vendlindjen në Çamëri në pasaportën e tyre. Pra që kanë vendlindje ndonjë nga fshatrat apo qytetet e Çamërisë. Pra, në momentin që një shqiptar i shtetit shqiptar ka pasaportë shqiptare dhe ka të shkruar vendlindje në Për shembull si e ka gjyshi Mazrek Gumenic, në momentin që vjen në kufirin grek, nuk lejohet të hyjë në Greqi. Hyrja në Greqi. Arsyeja? Janë non grata nga shteti grek, nuk lejohen. Janë shpallur tashmë, nuk është diçka e ditur, nuk është se është diçka e fshehtë. Po, ke bërë kërkime, pse janë shpallur non grata, se nuk mund shpallesh non grata, u zgjova sot mëngjes dhe gjithë të popullsinë e shpallur non grata. Direkt pasi ka ndodhur gjenocidi, kështu janë shpallur dhe Shqipëria nuk ka bërë asnjë përpjekje për ta. Dhe Shqipëria nuk ka bërë asnjë përpjekje. Dhe kjo është duhet të thënë me për ta realizuar këtë gjë. Është realisht turp dhe duhet ngrihet zëri shumë. Pra, në momentin që ti hyn, s'ka gjë, mos e ngrihet ti zërin e themute, mos u emocionoti, s'ka problem. Jo se kam problem, se të kisha problem nuk vija me botime të tilla. Unë e kam thënë gjithmonë këtë. Gjëja më e shenjtë që ne duhet kemi është dinjiteti. Pasaporta përfaqëson qytetarin e një shteti. Në momentin që unë vi me një pasaportë në kufi, në një moment që është liberalizimi i vizave, dhe ti nuk më pranon të hyj brenda vetëm pse unë vendlindjen e kam Çamëri. Kjo më duket e papranueshme. Dhe më duket jo normale. Pra, nuk është se ka ndonjë arsye. Pra thjesht janë shpallur. Është diçka e tmerrshme, por realisht është kthyer në vuajtjen më të madhe të çdo personi që ka lindur aty. Ti je angazhuar edhe në një postë që do të flasim pak më vonë në një shoqat që merret me çështjen e Çamërisë. Tani besoj ke takuar profesionistë, ke takuar specialistë të fushës, juristë e tjerë dhe mund të kesh pyetur pse janë shpallur në grata. Pra, ka shteti grek ka dhënë ndonjë arsyetim për këta që i ka shpallur në grata? Shteti grek nuk jep asnjë lloj arsyetimi, po thjesht është frika se ata po kthehen dhe po marrin shtëpitë e tyre. Kjo është e gjitha. Domethënë është e kuptueshme kjo gjë. Po miti apo se unë po quaj mit tani, po thash në termat unë kërkoj ndjes gjithmonë, që griset pasaporta, çfarë do të thotë griset pasaporta? Pra, polici grek merr dhe gris pasaportën shqiptare. Ti jemi sinqert e kam dëgjuar disa herë që ka ndodhur me të moshuar, nuk kam qenë ndonjëherë prezente që ta shoh me sytë e mi dhe të them. Nuk është se faktuar. Nga ana ime jo, por që kam dëgjuar që u grisin pasaportën në momentin. Grisin pasaportën greke apo pasaportën shqiptare? Pasaportë shqiptare kanë ata, nuk kanë pasaportë greke, ata që kanë lindur në Çamëri. Dhe kjo është një tjetër gjë që nëse do jetë vërtet është prapë skandal dhe turp, sepse nuk mund të marrësh pasaportën e një shtetasit të një shteti tjetër dhe ta grisësh. Nuk ke asnjë kompetencë. Besoj unë. Mirë. Këtë le ta dëgjojnë gjithë profesionistët dhe gjithë juristët dhe gjithashtu nëpërmjet komenteve, nëpërmjet DM-s kudo kush është specialist i fushës ose kush ka informacione për këtë mund të më kontaktoj dhe patjetër mund vi në podcastet tona dhe t'japi dhe ai mendimin e tij. E njëjta gjë edhe për shtetasit grek, me të respektin për fqinjet tanë, që duan të japin një variant tjetër, patjetër janë të mirëpritur, secili të thot variantin e tij.